Koalicioni Vlen ka hapur zyrtarisht fushatën zgjedhore për zgjedhjet e përsëritura lokale, duke inauguruar shtabe zgjedhore në Gostivar dhe Vrapçisht. Në Gostivar Vlen promovoi kandidatin për kryetar komunën Nevzat Bejta në praninë të përfaqësuesve të koalicionit dhe mbështetësve. Kryetari i shtabit zgjedhor Adnan Azizi theksoi se periudha e fundit e punës serioze dhe të përgjegjshme në Gostivar ka qenë gjatë udhëheqjes së Bejtës, duke shtuar se qyteti ka nevojë për stabilitet politik dhe zhvillim real. Para se të vi kryetari në kryet komunës Gostivarit, në Gostivar kishte një kaos që me këto banor që i ka të kryojshë një përshtypje se i e duke hinë komunën e Stambollit aq trafik dhe kallaballok që bëhet. Dhe unë mendoj që Gostivari ka edhe një kryevepër të kryetarit që është ura e Gostivarit, që është aorta e qytetit, që nga i moment filloi të çlirohet edhe qyteti. Besoj se gjithë janë dakord për këto konstatimet mia. Pastaj janë bërë edhe shumë rrugë, janë hapur edhe bulevarde. Qyteti Gostivarit ka qenë edhe shembull i pastërtisë dhe në atë kohë kishte një lloj lulëzimi në gjitha sferat, në infrastrukturën nëntoksore, në atë rrugore, në arsim, në pastërti, në shërbimin e qytetarëve. Prandaj unë isha i befasum për të mirë kur ne dulëm teren të testojmë se vallë si do të pritët kandidatura e Nevzat Bejtës. Të gjithë qytetarët thoshin se ne me padurim e presom që ti pri garës në Gostivar dhe e kërkojmë me ngulm që në komunë Gostivarit të kthehet Nevzat Bejta për t'i vazhdu gjithë ato punë, projekte që i kalon për të ndryshuar qytetin apo Gostivarin dhe tjetë në shërbim të gjithë qytetarëve. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu deklaroi se Gostivari ka stagnuar në vitet e fundit dhe i duhet një profil politikani punëtor si Nevzat Bejta. Ky profil i një njeriu i cili për 8 vjet ndryshoi Gostivarin dhe pastaj neve atë luftuam që të ketë ndryshim në Gostivar, duke menduar që mundemi edhe më mirë, e pam që Gostivari shkon mbrapa dhe shkon bajgi me hapa shumë mbrapa. Kush ishin ato hapa? Sot jemi në një qytet i cili është shumë i ndotur, jemi në një qytet i cili gjithandej nëpër qytet kemi mbeturina, jemi në një qytet i cili 2-3 lule ishe në një kënd, 2-3 në këndin tjetër, dhe ishte kundërta përpara 8 viteve po të kthehemi dhe për atë shkak themi sot Bahari e ka shumë kollaj ta organizon shtabin për shkak se ne mund të bëjmë një krahasim si ka qenë Gostivari përpara 8 viteve dhe se si është Gostivari sot pas 8 viteve. Pra kërkoj nga ju, bashkë kërkoj edhe nga shefi i shtabit, që të vrapojmë me kokë lartë, kërkojmë votën për ish kandidatin, ish kryetarin, ish profesorin ton dhe ish ministrin ton, do në gjithë këto profile në të cilët i ka dhe ish deputetin, profile të cilët ndikojnë pozitivisht në menaxhimin e qytetit. Nga ana e tij Bejta premtoi te kalimin e problemeve të komunës, përfshir borxhin e trashëguar dhe rikthimin e investimeve. Me ardhjen time, unë nuk dyshoj në fitoren, na e kemi fitoren, për kështu si jemi të buar, na ta rrisim fitoren sa më të madhe, që mos ju kujtohen më që të tallen me votën e qytetarëve të qytetit të Gostivarit. Një prej projekteve më të mëdha që do ta bëjmë së bashku me Vlenin edhe partnerët e qeverisë. Do ta hapim bulevardin që është pengesë e madhe për qarkullimin e komunikacionit. Sunë hapen ato për 8 vjet, asnjë punë nuk bën. Nëse ju pyesin, na kemi bërë shumë punë të mëdha, kemi hapur 4 rrugë. Edhe do ndërtohet ura e dytë të Gjyqi mbi lumin Vardar, se do ite me 2 korsi. Tjetër që do t'i kushtojmë rëndësi që e kërkojnë qytetarët, higjienën. Punën e higjienës. Higjiena do ite në nivelin më të lartë. Do të vizullonet që thot populli, do të vizullonet qyteti, edhe do t'i kushtojmë rëndësi të veçantë, gjelbrimit. Projekt tjetër që e kërkojnë qytetarët, që është shumë i rëndësishëm edhe është kërkesë e gjithëve qytetarëve, sidomos vendbanimeve, Qegran, Forin edhe Çajl. Do hapet rruga nga
fillimi nga mbarimi i Forinës, në fillim të Çajles, edhe do dilen në qytet, që kur vinë mërgjimtarët, që mos bëhet rëmuj e madhe në vendbanimin e Çajles. Këto janë ato projektet kryesore. Kurse projektet tjera, që edhe ju, kur shkoni, na do t'ju kushtojmë e rëndësi projektet që kanë nevojë çdo lagje edhe çdo fshat. Punën e parë që e kërkojnë qytetarët në pranverë, sa të dale pranvera, do punohet në gjithë komunën e Gostivarit dhe asnjë grob nuk do kite. Pastaj do shkojmë në çdo vendbanim, do realizojmë projekte të cilët janë të nevojshme, jo për qefin tëm, po do bëhen me çmimin që e kërkon tregu, jo me çmimin që e vendojnë ata për të përfituar vetë. Kryetare shtabi e Vlenit në Gostivar u zgjodh Bahar Shabani, e cila premtoi fusha dinamike që do korret me fitore më 11 janar. Ndërkohë, në Vrapçisht Vlen mbështet kandidatin e pavarur Zulhajrat Demiri, të cilin e cilëson si figurë unifikuese me përkraje të gjerë qytetare, ndërsa shtabi zgjedhor do të udhiqet nga Bunjamin Kadriu.